Gjatë vizitës së tij në Vjenë të Austrisë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka zhvilluar një takim me ministrin e Punës, Çështjeve Sociale dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, zotin Rudolf Hansdorfer. Në këtë takim, kryetari Rama e njohu zotin Hansdorfer me programin e Partisë Socialiste për një rilindje shqiptare, me një nga angazhimet themelore të këtij programi për hapjen e 300.000 vendeve të reja të punës, për ngritjen e sistemit të arsimit profesional. Të dy bashkëbiseduesit u përqendruan edhe në mundësitë e bashkëpunimit pas 23 qershorit për të shkëmbyer praktikat më të mira në implementimin e programeve efektive të nxitjes së punësimit, duke marrë si shembull ndihmën që Austria i ka dhënë në këtë drejtim Bullgarisë. Po ashtu, një takim kryetari Rama ka zhvilluar me Andreas Schieder, sekretar shteti në Ministrinë Federale të Financave. Pas takimit, zoti Schieder dha këtë mesazh. Ich glaube, dass es ein gutes Programm ist, wenn man sagt, Albanien braucht eine Renaissance, eine Wiedergeburt, ein Wiedererstarken për një rilindje, një riforcim, konkretisht në kuptimin pozitiv të një shoqërie sociale. Në këtë kuptim, unë mbështes Edi Ramën dhe të majtën progresiste shqiptare. Shpresoj që koalicioni i majtë të arrijë të fitojë shumicën, sepse në këtë mënyrë mund të forcohet miqësia që na lidh prej vitesh me Shqipërinë. Unë personalisht kam miqësi me Edi Ramën, por edhe me shumë politikanë të majtës socialdemokrate progresiste të Shqipërisë. Kështu, do kemi mundësi të bashkëpunojmë, të zhvillojmë shumë projekte të përbashkëta të qeverisë austriake dhe asaj shqiptare. Të zhvillojmë ide se si mund të përmirësohet ekonomia shqiptare, se si mund të integrohet rajoni, se si mund të përmirësohet tregu i punës, se si mund të përmirësohen kushtet dhe klima e investimeve për të arritur në të ardhmen numrin e tyre, se si Shqipëria, por dhe krejt rajoni mund të përfitojnë prej saj. Por më e rëndësishme është, sipas mendimit tim, fakti që ne duam të bëjmë politikë për njerëzit dhe për njerëzit në Shqipëri, në favor të tyre. Pra kjo politikë duhet japë rezultate për qytetarët në Shqipëri, të ketë vende pune, të ketë një shpërndarje të drejtë, por dhe një sistem taksash që vlerëson punën e gjithë secilit, por dhe që bën të mundur një shpërndarje të drejtë për të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Në këtë kuptim, i uroj Edi Ramës dhe miqve tanë në Shqipëri shumë suksese për zgjedhjet e muajit qershor dhe pres në gëzim muajin korrik dhe qeverinë e re shqiptare. Wünsche ich Edi Rama und unseren Freunden in Albanien alles Gute für den Juni und ich freue mich schon auf den Juli in Albanien mit einer neuen albanischen Regierung. Besten Dank. Dialogu i zhvilluar në Akademinë Diplomatike në Vjenë është hapur nga Hans Winkler, drejtor i kësaj akademie. Në këtë dialog, Edi Rama ka bashkëbiseduar, duke ju përgjigjur interesit të lartë të diplomatëve të pranishëm. Kryetari i Partisë Socialiste është shprehur se procesi i ribashkimit me Europën është jo vetëm shkrim dhe miratim ligjesh në letër, jo thjesht një proces burokratik, por mbi të gjitha është implementim, zbatim i ligjeve të hartuara. Shqetësuese është ta Rama, një nga sfidat që qeveria e re pas 23 qershorit do ta përballë me vendosmëri. E flitet pikërisht për edukimin në standardet europiane të rinjve, në mënyrë që gjenerata e re e nesërme e Shqipërisë të ketë qytetarë të denjtë të Europës së Bashkuar. Sa i takon strategjisë për ta bërë vendin më shumë tërheqës për investimet e huaja në programin e Partisë Socialiste, tha Rama gjatë këtij dialogu, është marrë angazhimi për zgjidhjen përfundimtare të problemeve të pronësisë, për ngritjen e sistemit të arsimit profesional, si dhe për rikthimin e qëndrueshmërisë së legjislacionit fiskal. Për sa i përket qeverisë, qeveria ka premtuar parajsën për shqiptarët, se s'po merrem personalisht me kryeministrin, po them qeveria, dhe sot shqiptarët gjenden në një situatë që ekonomikisht është më e keqe se sa më parë, për shkak se fuqia blerëse e shqiptarëve sot ka rënë dhe me të njëjtën sasi parash blejnë më pak se më parë. Në ripamja sociale është më keq sepse lirit dhe drejtat janë të kurrë, mundësitë e pjesëmarrjes në jetën shoqërore janë zvogëluar dhe sigurisht edhe mundësitë për t'u integruar në shoqëri janë shumë më të pakta. Në ripamja e institucioneve është më keq sepse sot gjykatat janë shumë më të kontrolluar politikisht, shërbimet janë shumë më dobta dhe shteti është praktikisht
shumë më i politizuar se sa ç'ishte. Për sa i përket opozitës, ne kemi një program që e kemi quajtur programi për një rilindje shqiptare dhe kemi një program që i jep një zgjidhje të ndryshme njësër problemeve që sot janë rënduar jashtëzakonisht dhe kanë mbetur pa u zgjidhur. Duhet filluar me punësimin, me lehtësimin e biznesit vogël, me mbështetjen e biznesit madh, me konkurrencën e lirë dhe meritën, me shërbime publike sipas nevojës, jo sipas xhepit, me zhvillimin rural modern dhe jo me braktisjen e fshatit sikur të ishte në mesjet, me një Shqipëri që duhet jetë pastër dhe jo e mbushur me plera dhe që importon plera dhe nga jashtë, me një vend që promovon atë dashurinë dhe jo nacionalizmin. Këto janë dallimet mes nesh dhe atyre. Për sa i përket dallimet mes Saliu dhe meje, nuk po të numëroj shumë, po të them vetëm një, që Saliu kishte 5 plus 8, 13 vjet për të treguar se mund të bënte diçka të mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Gjë që realiteti shqiptar nuk e provon. Ndërkohë që unë kisha mundësinë të tregoja se mund ta transformoja Tiranën nga një pazar oriental në një qytet europian. Dhe kjo ka ndodhur. I pyetur për vizionin e Partisë Socialiste lidhur me çështjen kombëtare dhe marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri pas 23 qershorit, kryesocialisti Rama nënvizoi se realisht bashkimi ka ndodhur, pasi sot kemi një kufi që nuk na pengon të bëjmë çfarë të duam bashkë. Sipas Ramës, vërtet jemi 2 shtete e 2 qeveri, por kjo nuk na pengon që të hartojmë dhe të zbatojmë një plan strategjik zhvillimi kombëtar të përbashkët, një plan kombëtar për sigurinë energjetike, për arsimin dhe sistemin arsimor të unifikuar në të gjithë hapësirën e Kosovës dhe Shqipërisë, për të patur një ofertë turistike të unifikuar, një plan zhvillimi rural, të blegtorisë dhe agropërpunimit të përbashkët, dogana të bashkuara, për të mos patur më dogana në kufirin Shqipëri-Kosovë, dhe sigurisht aktivitet sportiv të përbashkët. Për Edi Ramën, asgjë nuk pengon për të patur mbledhje të përbashkëta qeverie, 2 apo 3 herë në vit, për të ndërtuar këtë plan kombëtar zhvillimi dhe për të realizuar bashkimin kombëtar në bashkimin evropian.